Në fundin e viteve 20, ndërsa Europa ende përpiqet të rikëmbëjë nga pasojat shkatërruese të luftës së parë botërore, në shumë kancelari dhe banka të mëdha të Parisit, Londrës dhe Romës nisin të lindin ide të reja për praninë ekonomike të fuqive të mëdha në zonat të pazhvilluara të kontinentit. Ballkani, i dobësuar nga ndarjet etnike, nga tensionet politike dhe nga varfëria thellë strukturore, nuk përfaqësonte më thjesht një kufi ushtarak apo një objekt diplomacie, por po kthehej edhe në një hapësirë eksperimentale për investitorë ndërkombëtar. Në këtë sfond, Franca, një nga fuqitë më të mëdha ekonomike të kontinentit, vendosi të zgjeronte praninë e saj në Shqipëri, një vend i vogël por i pasur në burime natyrore, ende i paorganizuar industrialisht dhe në kërkim të çdo mbështetje për të përshpejtuar modernizimin e vet. Kështu lindi shoqëria anonime franceze e vajra sapunëve të Adriatikut. Një kompani e themeluar në Paris e regjistruar në vitin 1929 me një kapital fillestar prej 3 milion franga ari. Emri i gjatë dhe i ndërlikuar fshihte pas vetes një ambicie konkrete, ngritjen në Shqipëri të një kompleksi industrial që do të prodhonte vaj ulliri, sapun dhe do të siguronte energji elektrike për qytetin e Elbasanit. E konceptuar si një shoqëri aksionare ndërkombëtare, ajo kishte të drejtë të operonte jo vetëm në Francë, por edhe në kolonitë e saj, në territoret nën mandat dhe protektorat, e në çdo shtet tjetër ku shihte mundësi për fitim. Në themel të kësaj shoqërie qëndronte banka franceze Cachard Flano Mayon Ancien, e mbështetur më vonë edhe nga Banque de Crédit et de Participation, me përvojë të madhe në ndërhyrjet financiare në vendet e prapambetura. Qendra e zgjedhur për këtë operacion ekonomik do të ishte Elbasani, një qytet i vendosur në zemër të Shqipërisë, me lidhje të hershme me kultivimin e ullirit dhe me një pozitë të favorshme për qasje tregtare me Durrësin dhe Tiranën. Që në vitin e parë, shoqëria nisi blerjen e tokës dhe ndërtimin e kompleksit industrial. Brenda vitit 1930, u ngritën një uzinë për përpunimin e vajit të ullirit, një repart i posaçëm për prodhimin e sapunit, një ndërtesë zyre për administratën teknike, si dhe një vilë për banimin e drejtorit të përgjithshëm. Presidenti i parë i shoqërisë u emërua Marcel Mosse, ndërsa drejtimin në terren e mori Charles Nili, një administrator i dërguar nga Parisi. Objektivi nuk ishte thjesht prodhimi, por transformimi i Shqipërisë në nyje të industrisë franceze të vajrave në Adriatik. U projektua gjithashtu edhe ndërtimi një centrale elektrik për furnizimin me energji të qytetit të Elbasanit. Ajo që e bënte këtë projekt unik për kohën ishte përfshirja kapitalit vendas. Ndryshe nga ndërhyrjet klasike koloniale, kjo shoqëri thirrri qytetarët shqiptarë të Elbasanit që të merrnin pjesë si aksionar. Në vitin 1930, dy prej figurave me ndikim të vendit, Shefqet Verlazi dhe Andon Beqa, u përfshin si aksionar me një pjesëmarrje fillestare për 100.000 franga ari, që përfaqësonte 1/6 e kapitalit të kompanisë. Në vitin 1933, kjo pjesëmarrje u zgjerua. 13 shqiptar të tjerë, mes tyre emra si Hysen Plangarica, Simon Shuteriqi, Mustafa Fagu, Tasin Myftiu, Ibrahim Miraku dhe Alush Kuqashi investuan kapital në shoqëri, me besimin se ky ishte një hap drejt përfshirjes së Shqipërisë në rrjetin industrial evropian. Fabrika nis të punojë, por defektet nuk vonojnë. Në vitet 30-31, fabrika franceze në Elbasan arriti të grumbullojë sasi të mëdha ullinj dhe prodhoi rreth 1000 ton vaj ulliri, por këtu nisi dhe rënja. Problemet teknike u bën të dukshme. Impjanti i rafinimit nuk u kompletua kurrë dhe makineritë nuk funksionuan si duhej. Vaji rezultonte me aciditet të lartë, cilësi të dobët dhe shpesh nuk përmbushte standardet për eksport. Për më tepër, në mungesë të parave, kompania bleu sasi të mëdha ullinj, duke premtuar pagesë të mëvonshme, shpesh në garanci me aksionet e vetë shoqërisë. Kjo praktik
solli pak në sidhe tension me fermerë dhe furnitor lokal dhe la përshtypjen e një menaxhimi të rrezikshëm të burimeve. Në të njëjtën kohë, kriza botërore e superprodhimit e cila përfshiu Francën dhe gjithë Perëndimin, goditi rënd kompaninë MOM në Paris. Bankat financuese nuk ishin më të gatshme të financonin filialin në Shqipëri. Shoqëria franceze u detyrua të shes vaj non costo duke regjistruar humbje të mëdha. Deri në vitin 1933, humbjet e saj llogariteshin në rreth 2 milion franga ari, një barre pa përballueshme për kompaninë. Kjo situatë çoi në shkarkimin e drejtorit Charles Nili, ndërsa impianti u pezullua për një sezon të tërë. Prodhimi i ullinjve ishte i dobët dhe kompania ndaloi aktivitetin në Elbasan. Në maj të vitit 1933, aksionarët shqiptar ngritën protestë zyrtare ndaj prefekturës së Elbasanit dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare. Ata kërkuan ndërhyrje ndaj shoqërisë franceze, që nuk kishte përkthyer dhe depozituar statutin në Shqip, nuk kishte dorëzuar bilancet financiare për asnjë vit, nuk kishte respektuar detyrimet e kodit tregtar dhe sipas tyre, po shkatërronte kapitalin shqiptar. Të nënshkruhemi të aksionistë të shoqërisë Huellerisë Savonerisë de Adriatique, kemi nderin t'ju paraqesim lutin që vijon. Sikurse dihet, kjo shoqëri është një shoqëri anonime e huaj me qendër në Paris, edhe pasi u instalue këtu në vitin 1929 deri në vitin 1930. Kërkoi prej popullit të këtum që të marrë aksione në një pjesë të kapitalit nominal të saj, të përbamun prej 3 milion franga franceze, do me thënë 600.000 franga ari, duke premtuar se do të konformohej me ligjet e vendit, se do të përkthenin statutin shqip, edhe se do të banin gjithë formalitet ligjor të nevojshëm për njohjen e saj në formë zyrtare. Duke besuar këto premtime dhe duke besuar se rafineria që do t'i banin do t'i sillte një dobi industrisë së vendit, u nënshkruam aksionistë të huaj. Shoqënia duke dërguar një kapital të vendit deri në 6500 Napoleona ar, për të cilin shoqënia franceze na muer 10% si rezervë dhe 1/2 për ndryshimin e kamjos midis frangut ar e frangut të frangës. Me gjithë këta, po shohim se administratorët e kësaj shoqënie deri sot as statutin e përkthyer të vërtetuar rregullisht s'na kanë dorëzuar. As ndonjë bilans të përvitshëm na kanë dhënë që të kuptohet gjendja e shoqënisë, as janë konformuar sipas artikullit 7 të ligjit mbi aplikimin e kodit tregtar. Me fjalë të tjera, janë shkelur dispozitat e neneve 171, 172, 186, 189, 205, 242, 245, 301 e 9 të kodit tregtar. Veç kësaj, sikurse informohemi nga shokët e kësaj shoqënie, kanë marrë shpërblim për të tretën e kapitalit shoqënuar, të cilën do ta kishin pranuar, por të na kishin dorëzuar statutin në kod të shifnim një gjë të tillë. Dhe po shohim se dita ditës vepra që bahet, por kapitali shqiptar është true rrëzue e humb në mënyrë të deplorueshme. Prandaj për shpëtimin e djersës shqiptare kemi nderin t'ju lutemi që në bazë të ligjit të keni mirësinë me intervenue zyrtarisht duke marrë masat e duhura që lyp nevoja. Përballë krizës, shoqëria vendosi të likuidohej. Në fund të vitit 1933, i gjithë stabilimenti u shit Anton Beqës për një shumë modeste prej 27.000 franga ari. Shumë më ulët se sa vlerja reale e pajisjeve dhe investimit fillestar. Marrëveshja u realizua në heshtje. Me këtë akt, përfundoi kapitulli francez i vajit të ullirit në Shqipëri. Pas dështimit francez, stabilimenti kaloi në kërkim të një investitori të ri. U zhvillua negociata me grupe italiane, jugoslave dhe çekoslovake, por asnjëra nuk u finalizua për shkak të çmimit të lartë që kërkonin aksionarët shqiptar, 10 herë më shumë se sa çmimi i blerjes nga Beqa. Vetëm pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia, situata ndryshoi. Në vitin 1939, një sipërmarrës nga Gjenova, Giacomo Costa, arriti të blejë uzinën dhe themeloi kompania Oli Albanesi, apo shoqëria e vajrave shqiptare. Në vitet që pasuan, kjo kompani italiane modernizoi fabrikën në Elbasan, ngriti një fabrikë të re në Fier, ndërtoi centralin elektrik, një fabrikë akulli, fabrikë sapuni dhe bleu 5.000 hektar tokë në Elbasan, Berat dhe Fier për zhvillimin e bujqësisë. Në vitin 1942 fabrika në Fier hyri në funksionim me një investim prej 1 milion lireta italiane.
por në vitin 1943, si pasojë e rritjes së çmimit të ullirit dhe pasigurisë ekonomike, u mor vendimi për pezullimin e prodhimit në Elbasan dhe projektimin e mbylljes së fabrikës së fierit. Lufta e dytë botërore do të bënte që italianët të mos mund të zbatonin planin e tyre të biznesit dhe në aktivitetin e tyre do të funksiononte vetëm prodhimi i vajit të ullirit dhe prodhimi i sapunëve nuk do të funksiononte fare. Pas lirimit, stabilimenti i Elbasanit dhe ai i fierit u mori në administrim nga autoritetet shtetërore dhe pas u nënshtruan në riparimeve të nevojshme, nisën prodhimin e vajrave duke mbledhur prodhimin e Elbasanit, Peshinit, Tiranës dhe Vlorës. Paralelisht, nisi prodhimi i sapunëve, akullit dhe energjisë elektrike, duke dhënë në këtë mënyrë plotësisht në zbatim projektin e ideuar dhe të nisur nga francezët. Historia e stabilimentit të vajit të ullirit në Elbasan është më shumë se sa një episod ekonomik i harruar dhe përfaqëson një kapitull të hershëm të globalizmit ekonomik në Shqipëri. Megjithse projekti francez dështoi, ai la pas një gjurmë konkrete, një strukturë industriale që do të merrte jetë në periudha të tjera historike.